Dita e dëshmorëve ka origjinën në 5 maj 1942, kur u vraq Kemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare, pas shpalljes së pavarësisë më 1912 e deri në 1945, shteti shqiptar nuk krijoi një status ligjor për dëshmorët e atë-dheut. Gjatë luftës nacional çlirimtare, nisën përpjekjet e para për të nderuar dëshmorët e rënë në fushat e betejave. Pas çlirimit më 28 gusht 1945, kryesia e Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar miratoi ligjin mbi shpërblimin e familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare, veteranë të luftës antifashiste nacional çlirimtare, familjarë të dëshmorëve dhe pasardhës të veteranëve kanë vlerësuar këtë ditë të rëndësishme. Kjo ditë e shënuar e 5 majit, që dedikohet zhven emri Kemal Stafës, është krenaria e gjithë Shqipërisë e luftës nacionale, edhe sa të rojmë dhe sa të kemi gjallë neve dhe pasardhësit tanë, do të nderojnë, do të respektojnë. 5 maj është dita e dëshmorëve, e atyre luftëtarëve popullor që bashkë me komandatët të tyre e bën luftën antifashiste nacionale dhe çliruar Shqipërinë. Dhe lufta antifashiste nacional çlirimtare është lavdia e kombit shqiptar. Dhe gjaku i këtyre e meriton që ne të vim këtu, jo ka sa jemi këtu, po e gjithë vlora duhet të ishte këtu sot në nderim të kësaj dite të madhe. Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve. Krenohemi me veprën dhe patriotizmin e tyre. Kanë dhënë jetën në lulen e rinisë, nuk e gëzuan jetën e tyre, por çliruan Shqipërinë dhe në veprën e tyre ne jetojmë dhe gëzojmë këto ditë kaq të bukura sot. I paharruar kujtimi i tyre. Është ditë e shënuar për popullin tonë. Tëra ato djeme dhe vajza që dhanë jetën për këtë liri që po e gëzojnë sot. Dhe më vjen keq shumë pak njerëz kanë ardhur, duhet gjithë vlora të vi këtu. T'i nderoj dhe t'i respektoj. Unë kam vllain e nënës 28 vjeç dhe nuk mund të harroj, më zgjumi kur vjen 5 maj. Kështu duhet jenë gjithë familjet e dëshmorëve dhe gjithë vlonjatët. Të vinë t'i kujtojnë ato me respekt, me dhimbje, me një dashuri të pakufishme, sepse ato dhanë gjën më të shtrenjtë për këtë tokë, për këtë dhe për këtë vlorë të bukur. U flijuan 28.000 dëshmorë për këtë ditë që gëzon edhe Brezi i ri sot. Mirë është që historia të ketë vlerat si në kohën e dikurshme. Brezi i ri duhet të punojë të njohë historinë. Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve. Lavdi dëshmorëve të atë-dheut. Lule për dëshmorë të atë-dheut. Si për vit edhe si vjet, në këtë datë vim për të kujtuar se cilin në mënyrë individuale njeriu në vetë dhe në mënyrë kolektive 5 maj, që është festa e 28.000 dëshmorëve. Të bësh moral sot mbas 80 vjetëve s'ka më vend. Sot ka vetëm një gjë, çfarë ke nga shpirti, thuaje dhe vure në dispozicion të dëshmorëve, sepse vetmja gjë dhe shpërblim për ta është respekti për dëshmorët. Lavdi i paharruar. Sot është 5 maj. Dita e atyre që dëshmorëve që nuk kursyen as gjakun, as jetën e tyre për një Shqipëri demokratike të lirë dhe sovrane. Dhe neve kemi ardhur këtu për t'i nderuar e për t'i respektuar, të vëmë na i tuf me lule. Ka kemi në dorë neve, mosha e tretë, unë kam një kushërit të parë, djallë tezje, vendosa tufën me lule atje, mitraljeri, brigatës 5 sulmuse, që dha jetën në moshën 22 vjeçare. Përshëndetje i paharruar në shekuj kujtimi dëshmorëve i atyre djeme dhe vajza që sakrifikuan jetën e tyre. Unë qova i buqet me lullet e Xhaxhaj Reis Ruka nga Matogjini, që la shkollën tregtare dhe u rreshtuan në forcat partizane dhe dha jetën për mbrojtjen e trojeve shqiptare. I paharruar në breza kujtimi tyre. Në vitet 60, statusi i dëshmorit përpunohet më tej dhe zgjerohet, duke specifikuar termin dëshmori atë-dheut. Në këtë ligj futen edhe varezat e dëshmorëve të atë-dheut,
të cilat u ndërtuan të gjitha në qendrat e rretheve të vendit. Në vitet 92-93 me ndërimin e sistemit politik, pësoi ndryshime dhe statusi i dëshmorit të adheut. Në vitin 2000 u miratua ligji i statusit të dëshmorit të adheut, në të cilën përfshihen dëshmorët e të gjitha periudhave historike, madje edhe të rënët në vitet 97 deri në 99, në Shqipëri dhe në luftën çlirimtare të Kosovës.